Çka po ndodh? Vinte, çajre vinte mirë, era dashuriçka? Era dashuriçka. Po ti Mirja ke qenë herë i dashuruar. Si në herë, ç'a thotë? Ç'është ky në Po herë? mirë, tash sa herë ke qenë i dashuruar? Ta s'mune me thonë. Do me thonë pas ke qenë më po s'ka gjë të keqe vëlla. Më shumë se 2-3 herë patjetër, ç'a. Okej. Mune do me thonë njëri me Po shkoj 50.000. Mune do me thonë njëri me dashuru më shumë se një herë. Po. Edhe një mashkulla, se mashkulli dashuron vetëm një herë. Dashuri e vërtetë. Po. Më shumë se një herë mashkulli mund të dashurohet. Patjetër. Ama dashuri e vërtetë. Do ta kuptosh edhe ti kur të vish ta mosha një. Ama dashuri e vërtetë nuk është deri në vdekje? Ja, mund zgjasë. Mund zgjasë deri në vdekje patjetër, po. Unë mendoj dashuria e vërtetë është deri në vdekje. Ja. Mundet me qenë në atë moment ke mendu se i ke dashuruar atë personin, ama si je bashkë me atë personin deri Jo, pika për një femër fundit. po, ama për një mashkull për mendimin tim. Ja, ke gabim. Historia është edukat. Qa po thoni? Nuk Po është historia është më... Po njeri e ti, njeri jam unë. Nuk Si? dashuroni një mashkull si dashuroni një femër. Njeri ti, njeri unë. Pa. Po tash ti Ama ka çfarë quhet dashuria për jo ty? me thon po Çfarë është dashuria për ty? si tani se që historia të po dashuria. jo nuk po është se çfarë është arsyetoj për ty? në burr arsyetoje thuje po se Ato një bërë me mua betë, unë për më shushy që erdha. Po është e larg me... Po ku të me gjurë, se s'kam bërë Çfarë është dashuria? Se këtu ke ardhur te dhoma ku bëhet gocë gati këtu flasëm për çfarë është dashuria? Po. Okej, jeni në podcast e Bërkenës.